Në komunën e Preshevës u shënua një ngjarje historike. Kryetar të bashkive dhe autoritete politikanë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut u mblodhën bashkë në Lugin, në qendrën e shqiptarëve në jug të Serbisë. Kryetarja e komunës Ardita Sinani kishte shtruar tapetin e kuq ceremonial për të pritur homologët e saj nga Shqipëria, mes tyre dhe kryetarin e Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Kryetarja e komunës së Preshevës Ardita Sinani rezervoi një pritje të veçantë për kryetarët e bashkive të Shqipërisë, një iniciativë ndërmarrë në vitin 2021, por që më në fund u kurorëzua me sukses. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha u shpreh lumtur që ishte pjesë e këtij delegacioni. Atjetër ka qenë bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme me qeverinë shqiptare, ka qenë një iniciativë faktë ndërmarrë prej vitit 2021 mos gaboj, por kishte mbetur pa u përfunduar dhe më vjen mirë që sot jemi këtu bashkë. Siç e shikoni, një numër të madh kryebashkiakësh nga Shqipëria dhe jo vetëm, por edhe nga Maqedonia e Veriut. Ne jemi shumë të lumtur që morëm thesë nga ju dhe të jemi bashkë edhe për atë që ju thatë pak më parë për ditën e Nën Terezës, si do të bëni një event veçantë. Kryetarja e komunës së Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar shtetin shqiptar për organizimin e panairit dhe aktivitetet që bëri bashkë në Luginën e Preshevës, Bujanocin, Medvegjën dhe Preshevën në një ngjarje historike. Është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që për të promovuar, për të hapur panairin e librit shqip për herë të parë në komunën e Preshevës, financuar nga shteti shqiptar. Ka qenë, si që ju njoftova më herët, ka qenë një iniciativë e vitit 2021 për krahur po atëherë nga shteti shqiptar, por që pas shkarkimit tim nuk arritëm ta realizojmë. Këtë vit u jetësua dhe urojmë që të bëhet tradicionale. Faleminderit shtetit shqiptar, Ministrisë Punëve të Jashtme dhe ambasadorit Eduard Ulcanaj për gjithë këtë angazhim rreth organizimit të panairit. Por sonte dhe kemi spektaklin e Shën Terezës shqiptare të gjithë botës. Nën Tereza me humanizmin e saj ka bashkuar, ishte shqiptare e gjithë botës, këtu në Luginë të Preshevës, e lindur në Shkup, ku kemi prezent këtu nga Republika e Maqedonisë, ku kemi prezent edhe nga Shkupi dhe nga Çajiri, kryetar komunash apo deputet dhe kryetar të komunave tjera nga Maqedonia e Veriut, e njohur nga Prishtina dhe Tirana, dy kryeqendra shqiptare dhe të grumbulloj në Luginë të Preshevës, të bëj bashkë Bujanocin, Medvegjën dhe Preshevën. Kjo është për neve historike, një ngjarje që është historike. Këtë ka bërë me humanizmin e saj vetëm Nën Tereza dhe ne sot po bëjmë bashkë të gjithë shqiptarët, nga gjitha trojit poshtu dhe nga diaspora. Faleminderit për prezencën, keni nderuar Nën Terezën, keni nderuar shqiptarët të Luginës Preshevës, më keni nderuar po ashtu dhe mua dhe jam jashtëzakonisht shumë emocionuar me vizitën tuaj. Faleminderit shumë. Kryetarja Sinani zbuloi se shumë shpejt do të ketë një binjagëzim mes Bashkisë së Vlorës dhe Preshevës. Shumë shpejti do kemi edhe një bashkëpunim, një binjagëzim edhe me Bashkinë e Vlorës. Po ashtu bashkëpunim shumë të ngushtë kemi edhe me gjitha komunat tjera këtu ndërkufitare, kemi edhe me komunën e Likovës, me komunën e Çajirit, me komunën e Gjilanit të Kamenicës, si zona ndërkufitare për shkak të trekëndshit Kosovë, Preshev, Serbi dhe Maqedoni të Veriut. Kemi konkuruar me projekte të ndryshme për të thithur fonde ndërkombëtare, po përtej kësaj interesimi i dy shteteve shqiptare, Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës për të sensibilizuar dhe për të afirmuar pozitën tonë me vetë prezencën e tyre këtu dhe gjithë këto media që jeni sot këtu e ka rëndësinë dhe peshën e vet. Televizioni 6+1 Vlora e pyeti kryetarin e komunës së Preshevës Ardita Sinani se ku do të pushojnë në ver banorët e Preshevës. Banorët tuaj për të mos xhelozuar kryetarin e Bashkisë Durrësit, banorët tuaj do të zgjedhin Vlorën për pushime? Banorët tanë që nga Velipoja deri në Ksamil shkojnë kudo. Jemi banorët e komunës së Preshevës, në veçanti dhe të Luginës së Preshevës në tërësi, nuk shkojnë jashtë Shqipërisë për të pushime. Pushimet i kryjmë në MMD, me kënaqësinë më të madhe. Kryetarja e Bashkisë së Durrësit Mirjana Sako, për të cilën ishte era e parë që vinte në Preshev, tha se është vetëm hapi i parë i një bashkëpunimi mes dy bashkive.
Kënaqësi në fakt që jemi sot së bashku me kryetaren dhe me gjithë kolegët të tjerë nga Shqipëria. Për mua është hera parë që vi në këtë zonë dhe sigurisht që s'do të tëra fundit, jam e sigurt që së bashku do të kemi bashkëpunime të tjera. Takimi sotëm dhe festa që bëhet këtu është vetëm një fillim i bashkëpunimit midis dy bashkive tona, ashtu si edhe siç përmendën edhe kolegët e tjerë më herët. Kryetari është e mirëpritur në qytetin e Durrësit, jam e sigurt që e ka vizituar, por ne tashmë jemi në sezonin turistik dhe është shumë e rëndësishme që të japim maksimumin në bashkëpunimin tonë. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pierin Dreu, theksoi se ky është shekulli i shqiptarëve dhe se Ardita Sinani është një kryetare përbashkuese. Mirë, është edhe për mua kënaqësi që jemi sot këtu nga gjithë rrohet shqiptare në një ftesë të jashtëzakonshme të Arditës, e cila është një kryetare përbashkuese, pavarësisht se është në vend dhe në kushte shumë të vështira, por për ne është vendi jonë, është vendi ku janë rrit traditat, gjuha, zakonet, gjithçka dhe ne vim me kënaqësi këtu, gjejmë një ambient komplet shqiptar dhe për këtë arsye jemi këtu me një emër shumë të madh, me emrin e Nën Terezës. Dhe Ardita tashmë është pjesë integrale edhe jetës tonë publike, të aktiviteteve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, kudo. Dhe ne pak a shumë po formatojmë një marrëdhënie të fortë mes gjithë njësive vendore shqiptare, sepse kështu jemi më të fortë, jemi më të mirë, dhe ashtu siç thuhet shpesh është shekulli shqiptar. Presheva foli shqip dhe hapi dyert e saj, mikpritëse për shqiptarët që janë pjesë e historisë dhe zemrës së vet. Presheva flet shqip nga kjo qendër, e cila është qendra e krenarisë së shqiptarëve të kësaj lugine, ku janë mbledhur kryetarët e bashkive të Shqipërisë dhe deputet në një aktivitet shumë të rëndësishëm në nderim të Nën Terezës, por edhe panairit të librit. Aktivitet që zhvillohet për herë të parë, një ditë historike për Preshevën, ku kryetarët e bashkive të Shqipërisë u zotuan se do ta mbështesin atë me projekte konkrete drejt zhvillimit të saj.